Çfarë pash aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive po ndërtonin një mini maternitet. Kishin sjell aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet. Afishuan një listë me emra për të zgjedhur emrin. Prit, kjo është më interesante. Po të lind vajzë, do ta quajnë Skapica, ose Spakica. Po të lind djalë, Spakic, Spaku. Me një fjalë, edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe Spaku. Por kjo është sigurisht një tallje, bravo. Një tallje, po ka një anë në të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësinë, shejtërinë e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qoftë se kjo vazhdon ky hesap, Shqipëria do të bëhet vendi më i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, me shejta. Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trënd të lapsit narkodiktatori kërkon t'i shuaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive, të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për rikthim në tyre, të ndërmarrin një proces protestet pa ndërprerë, të bashkohen me protestën rinore qytetare, gjerë në suksesin e plot të drejtave të tyre, kërkesave të drejta. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i një njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në plëm të dorës,